shumë që jemi ardhur këtu na hapin sot unazës të mbrëmshme të qytetit. Dini është një projekt madhor për qytetin që jemi duke punu kohë gjatë. Edhe sot po e përrugojmë, e bëjmë hapjen. Ishim edhe më poshtë, kemi përveç asfaltimit, është edhe ndriçimi, edhe pjesë pedonale për mësuar. Është një aks kyç për kryeqytetin, po unaza e brendshme, e cila ka me ndihmu shumë edhe trafikut në kryeqytet. Është një prej projekteve madhore. Tash edhe kemi bërë pak një ndryshim të lëvizjes të trafikut si rezultat edhe i këtij projekti të madh, i cili do të ndihmojë shumë trafikut në këtë pjesë të kryeqytetit. Urojmë që tash edhe me presidenten, edhe me kryeministrin në ardhje të fillojmë të punojmë edhe me unazën e madhe të kryeqytetit, e cila për fat të keq tash 4 vite ka mbetë vetëm në tavolinë, po jemi të gatshëm të fillojmë menjëherë edhe me atë projekt madhor. Prandaj na duhet edhe përkraja e gjithë qytetarëve të kryeqytetit, të gjithë Kosovës, që së bashku me 7 qershor të shtyjmë proceset përpara për të mirën e vendit tonë, të jemi për zhvillimit. Faleminderit. Urime gjithë qytetarëve të Prishtinës, kjo është një e arritur që tregon se kur punohet, kur ka vizion, kur ka projekte, qytetarëve të Prishtinës dhe gjithë Kosovës ju lehtësohet jeta. Ky është një prej projekteve i cili vërtet e lehtëson qarkullimin në Prishtinën tonë, por siç e tha edhe kryetari, është me rëndësi që mos të mbetet me kaq, që edhe nga niveli qendror të ketë përkrahje edhe për unazën e kryeqytetit edhe projekte të tjera madhore, të cilat janë të domosdoshme, duke filluar nga Prishtina, po edhe në nivel të gjithë Kosovës. I falenderoj të gjithë që kanë kontribuar që ky projekt të kryhet, nga kryetari, drejtorët, drejtoreshat, edhe të gjithë ata që kanë qenë të angazhuar deri te punëtorët, të cilët çdo ditë me duart e tyre, me mundin dhe me djersën e tyre kanë bërë këtë projekt të përfunduar dhe në interes gjithë qytetarëve të Prishtinës. Urime edhe një herë. Lejoni të uroj kryetarin e komunës për këtë projekt madhor. Një projekt që po mos ishte bllokuar vitin e kaluar me ato vonesa financiare, do të ishte një projekt i vitit kaluar, por ja që punët e mbara s'të ndalen dhe s'mund ndalen asnjëherë. Jam i lumtur për këtë projekt kapital, si shenjë ikonike e Prishtinës, sepse siç e dini, unaza brendshme e kryeqytetit zgjidh shumë probleme të brendshme të qytetit, por le ta themi qartë, pa unazën e jashtme të kryeqytetit, Prishtina ende është mango. Atë që kemi zotuar tashmë si pjesë programore, e rizotojmë edhe një herë. Pra, po, do të mbështesim unazën e jashtme të kryeqytetit, do të mbështesim kredin afaqate dhe do të mbështesim gjitha projektet kapitalin komunën e Prishtinës. Ju siç e dini, ne kemi një marrëveshje të mirëkuptimit mes LDK-s për 1.5 miliardë euro investime në Prishtinë. Prishtina është investuesi më i madh në vend, është kontribuesi më i madh i buxhetit të Republikës Kosovës, është koha t'i japim Prishtinës atë që e meriton. Ky projekt është një prej tyre, por projekte të mëdha kapitale do të vinë me ndihmë të qeverisë qendrore dhe për këtë kryetari i Prishtinës duhet ta di që na ka mbështetës dhe mua si kandidat për kryeminist, po natyrisht dhe Vjosën si kandidat për presidente, do të vijmë me projekte të mëdha për Prishtinë. Urime gjithë qytetarëve, faleminderit për punën e madhe. Ne të falenderoj edhe Ti falenderoj edhe ata paraprakët që kanë qenë në këtë projekt, që kanë ndihmuar shumë gjatë në sfida të vështira, në kohë të rënda. Mos harroni bllokada e kryeqytetit ka qenë një prej sfidave më të mëdha historike që komuna e Prishtinës e ka parë. Ndonjëherë jam i lumtur që morr fund një projekt që është aq meritor për Prishtinën. Brenda urime kryetar, urime ekipit të Prishtinës, urime dhe qytetarëve të Prishtinës. Faleminderit.